Një 27 vjeçar ka vrarë me armë zjarri të fejuaren e tij 22 vjeçare dhe më pas i ka dhënë fund edhe jetës së tij. Ngjarja e rëndë ka ndodhur para ditën e së hënës në Rogozhin, në shtëpinë e të fejuares, e cila ishte 3 muajshe shtatzën dhe mbeti viktimë nga të shtënat e një pistolete shkrepur nga dora e të fejuarit të saj. Sipas të dhënave të policisë, shtetasi Krishnik Selmani, 27 vjeç, ka vrarë me armë të fejuaren e tij 22 vjeçaren Marsida Hoxha e më pas ka qelluar edhe veten me të njëjtën pistolet. Dyshimet e para flasin për një konflikt të mundshëm mes çiftit që sipas të njohurve lidhen me shtatzaninë të res. Kam pas probleme çifti xhelozie, edhe ka ardhur nga një muj të shtëpia babit, se ka qenë ke burri vet. Edhe pastaj ka ikë ama ke burri vet, ka ardhur kaneti muj ka ardhur, tamam gjendje normale. Ama ka vazhduar jetën normale, se ka shku sot ka regjistruar fëmin në shkollë se ka qenë në Itali ke burri vet. Edhe ka ardhur ka gjetë çiftin vram. Njërin në krevat, tjetrin tokë. Të vram të dy në punë. Se njerëzit janë shumë të mirë të përsosur. Se të kanë në shtëpi nuk e di në familje, nuk e di. Dyshohet se djali nuk ishte dakord me mbajtjen e fëmijës dhe i kërkonte asaj të abortonte, gjë që me sa duket nuk është pranuar nga vajza. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve që çuan në krimin brenda familjes.